Po të falenderoj për të parashtrim sepse na ndihmon të shpjegojmë disa gjëra më në detaje dhe nga ana tjetër e mira e kësaj pune, duke qenë se përmendet dikë që unë nuk ja përmend emrin për shumë vitesh edhe që merrem me të vetëm kur ka fushat, se jam i detyruar se aty jemi në arenë dhe duhet më marr edhe për ndryshe as nuk e dëgjoj ç'a thot, as nuk e llogaris. A është as është, realisht. Është një e keqe e madhe që nuk i është ndarë këtij vendi ajo frym, se nuk është çështja thjesht tek një person, është çështja tek një frym e tërë, tek një kënet e madhe, ku ai është thjesht bufi i madh, po aty ç'a nuk ka. Dhe e mira e kësaj pune është që fjalët që unë them dhe që ne themi, njerëzit e kanë shumë të thjesht t'i vërtetojnë, sepse kur ne themi do jepet bonusi, njerëzit kanë mundësi ta vërtetojnë do jepet apo s'do jepet. Vjet dhanë bonusin më të lartë që ishte dhënë, sepse kishim mundësi ta bënim gjë të tillë dhe përcaktuam 150 euro për të gjithë ata që marrin një pension nën 200 euro dhe 100 euro për të gjithë ata që marrin një pension mbi 200 euro. Të njëjtin bonus do ta merrni edhe në dhjetor. Njësoj. Tani që unë po e them, është një fjalë. Dhjetori vjen për pak javë. Do ta vërtetoni vetë. Dhe kur ta vërtetoni vetë, do kuptoni këtë duhet dëgjoni e këtë s'duhet dëgjoni. Tani juve i dëgjoni të tërë se jeni të vëmendshëm, por sinqerisht dhe realisht unë nuk lexoj portale, marr her pas here kështu që mi çojnë këta që kam rreth e rrotull, se këta lexojnë edhe shqetësohen. Nuk kam lajme shqip në shtëpi, nuk shoh debate, për arsyeën e thjesht sepse jam në kontakt vazhdueshëm me njerëzit, ndjekim në mënyrë sistematike çdo muaj opinionin me anketat e brendshme që bëjmë, pyesim njerëzit për gjithë farë lloj çështjesh dhe mua më mjafton dhe më tepro. I them këto, jo se po ju them juve se të bëni si unë, po thjesht për t'ju thënë që në fund të ditës ajo që vlen është çfarë bën konkretisht. Dhe përderisa bëjmë konkretisht, natyrisht nuk i bëjmë dot të gjitha ashtu siç duam dhe kur duam, natyrisht bëjmë edhe ne gabime, natyrisht kemi edhe ne momentet ku rrëzohemi në këtë të përpjet,